Pra unë mendoj që është një moment është pika dhe momenti për reflektim. Po, ju thatë diçka interesante që i më shohet shpesh faktikisht. Për shembull, me qeveritarët e Tiranës, aleatët tanë strategjik, bashkëpunojnë ose ndoshta mbyllin syt a veshët për shumë shka për hir të stabilitetit rajonal. Ka kaluar ajo periudhë, nuk mundet më. Nuk mundet më. Nga takimi i Alaskës së këtej, nuk mundet më sepse e kam shpjeguar tek Çani herën e fundit me takimin mes Luanit dhe Ariut. Pra, në kohën kur në botën e savanës të pyllit ka luftë mes mbretit të pyllit që është Luani, në rastin konkret SBA-ja, dhe Ariut që është kafsha tjetër e fortë që jeton në atë hapësirën e vet dhe të gjithë këto aleatët e vegjël, këto kafshët e vegjël, nga miut, çakallit, ketrit, gjithë që pra i afrohen njëri në një anë, në anën tjetër, ta bëjnë qef sepse thonë unë jam aleati i Luanit ose unë jam aleati i Ariut dhe prandaj jam i fortë. Momenti që Ariu takohet me Luanin dhe bëjnë marrëveshje, pra që secili do ruajë ato zonat e veta të influencës, këta nuk duhen më, kështu që ka ndryshuar. Një nga gjërat që ka ndryshuar në botë është saktësisht ajo që sapo shpjegova. Këtë e bëra që ta kuptojnë njerëzit sa më thjesht. Pra, kjo gjëja ka funksionuar për sa kohë Luani dhe Ariu ishin në luftë hapur me njëri tjetrin. Por në momentin që Luani dhe Ariu janë ulur bashkë dhe kanë identifikuar si armik të mundshëm tigrin kinez, tash o ti do ikësh bësh me tigrin që të shpëtosh nga këta dy, ose këta dy një moment saktuar kush është ky lepuri që na Tani, këtë qasjen që ka presidenti amerikan Donald Trump me bazë biznesin, duket se po e kopjojnë edhe të tjerë. Për shembull, i referojmë këtu samitit fundit në Abu Dhabi, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ndërkohë që të dy këta vendet tona pra aspirojnë Bashkimin Evropian, por dalin edhe jashtë kornizës me interes investimet. A bëjnë gabim? Jo, për sa kohë investimet janë vetëm me interes investimet, nuk bëjnë asnjë gabim. Çështja është nëse do luash te gjeopolitika, duhet të identifikosh çfarë të bën të fortë dhe çfarë të bën të dobët në gjeopolitikë. Kështu që unë nuk po them sa armë bërthamore kemi gjithë ne, se nuk asnjë afrohemi. Çështja është që kur të fillosh dhe të identifikosh elementet e gjeopolitikës, do identifikosh elementet e forcës dhe të mos forcës tënde. Kështu që më shumë e shoh si përpjekje në këtë moment për të patur edhe burime të treta, pasi unë besoj që edhe vetë këta e kanë kuptuar që s'është kaq e lehtë të antarësohemi në 2030 në Bashkimin Evropian. Për problemet brendshme të Bashkimit Evropian më shumë se sa dëshira jonë është edhe sot. Kështu që paktën edhe Shqipëria edhe Serbia e ka tashmë projektin Waterfront Beogradi, që është një projekt goxha konkurrues dhe ka dhënë sukses, po dhe Shqipëria me projektin e Durrësit dhe me projektin e lidhjes nëndetare mes Italisë dhe Shqipërisë dhe Emirateve, po gjithmonë kemi në kuadrin e projektit, nuk ka gjë konkrete sot. Shikohet në të ardhmen, por nga fjalët, nga e thëna tek e bëra, është mes jo vetëm ai deti adriatik që kemi në mes, po mes shumë gjëra që është një përpjekje, po nuk besoj që në luftën e madhe kjo gjë ndryshon e gjithë. Tani me qenë se përmendë projektin e portit të Durrësit, në intervistën e 4 të ish numri 2 i qeverisë, Arben Ahmetaj, i akuzat forta edhe për ndërhyrje ruse përmes kapitalit, investimeve, po jo në plan të parë që duket, në radhët e padukshmeve, lidhje underground me ata që paraqiten si investitorët e parë. Beson? Nuk e di, por pikërisht për shkak të asaj që të shpjegova aq parë që mes Luanit, Ariut dhe Tigrit, nëse do ishte që vërtet ka në lidhje ruse, kjo do shkonte në avantazh të Ramës pastaj, jo në
Pasi në këtë moment interesat e kapitalizmit ruso-amerikan janë afruar shumë në raport me, kështu që nuk e di, nuk mund të them. Nuk mund të them asnjë fjalë për Jo vetëm me projektin e Durrësit, po në përgjithësi në nuk territorin tonë. Nuk ka prezencë rusesh. Nuk ka. Nuk ka patur. Realisht rusët nga Shqipëria që kur janë larguar sovjetikët në vitet 60 nuk kanë pasur kurrë gjë të rëndësishme. Realisht, le të jemi real. Ne kulturalisht jemi larg rusëve dhe si mendje nuk kemi prezencë të kishës ruse, nuk kemi prezencë të rusizmit në mendjen tonë. Historia e Kosovës na ka larguar, na ka mbajtur në anë komplet ndryshme. Rusët kanë qenë janë prezent në atje ku janë slavët ortodoks, pra Serbia, Malizi, deri diku dhe Maqedonia, po me në shqiptar realisht nuk ka. Se po të kishte pa do të kem pasur. Unë kam pas një eksperiencë 20 vjet përpara. Kam qenë në vizitë zyrtare me ministrin e jashtëm në atë kohë, Besnik Mustafaj në Moskë. Edhe kam qenë për drek me Lavrovin. Drek shumë e bukur, bisedë shumë interesante e tjerë. Por që ti realisht e kupton që janë dy botë komplet ndryshe, komplet. Do të thënë interesi rusëve shumë i qartë, por nuk ka tek ne. Por nëse në këtë moment do kishte ndryshime për shkak të këtyre interesave ekonomike, unë do ta shikoja më shumë në avantazhin e Ramës se në kundër avantazhin e Ramës me një Amerikë e cila është e hapur në bashkëpunimin ekonomik.